Mirë mëngjesi, mirë se erdhët në vlogun e radhës të Gjeni Gjulli. Unë jam Gjeni dhe unë jam bërba gati si s'mund të vini re. Po, në qetet është i tek me pushim. Edhe pse të me drejtën mbarë sezoni, kështu që your girl is free. Worst experience of my life. Gjithsesi do të bëj një video për eksperiencën time si kamarierën, respekti maksimal për të gjitha dhe të gjithë që punojnë në profesion. Nuk e di. Jeni realisht shumë të fortë, unë realisht nuk do e di dot. Doa që nuk është gjë për mua, por do e bërë, e provova dhe jam shumë kënaqur që e provova. Shumë e lumtur që ja dora deri në fund. Gjithsesi, unë si që tash jam përgati, jinxove, do iki në një pumpkin patch në konatën të këshurirat dhe do ju marrë me vete. Nuk ju bëra me vete kur duke bërë gati make-upin e duke bërë gati sepse keni çfarë. Fola me arbër dhe Gjulli. Dhe normalisht nuk mund të bëja të dy gjëra njëkohësisht. Kështu që tani do ham gjës shpejt një banane dhe një avokado tost. Dhe do iki. Do ju marrë me vete, jam shumë e lumtur. Sot do bëj dhe thonjë, erdhi dita më në fund, ty them të drejtën nuk më pëlqen edhe aq, nuk e di, nuk jam shumë për thonjë një ngjyshe, nuk e di, e du diçka ndryshe tek lista, që jam më në fund, akoma se kam vendosur si të bëj, e di vetëm që dua diçka vjeshtore, diçka e vjeshtër, domethënë tek tonalitetit e kaftës, kështu që mezi po pres, i kam sot mas dite, kështu që direkt nga pumpkin patch dhe besoj dhe pak shopping, do vim këtu në qytet, do bëj thonjë. Sot s'punoj, kështu që kam për të bërë dhe do laj brushes ato për make-upin sepse janë të nevojshme që kur isha në Manchester. Faktikisht sot që kur bëra make-upin më bëra me furça të reja sepse realisht kisha nevojë për larje dhe normalisht do ju vlogoj, kështu që sot është ditë vlogu. Sot ju o do kënaqeni dhe u mërzitni me këtë vlog sepse besoj do jetë pak i gjatë se do ju vlogoj çdo gjë. Në mos më del në gjë tjetër. Keni pasi. Pumpkin patch ishte mbyllur, hapi me 11 dhe unë si e mençme nuk e kontrollova para se të shkoja. Nëse hapi me 11 tetor, duhet t'i përnotoja online, me gjithë këto gjëra. Kështu që normalisht ishim në qytet dhe nuk e di, është shumë i madh, por jam këtu te Tike Maxi i Bostonit. Nuk gjeta gjëra make-up e beauty routine kështu, por gjeta disa gjëra për Kelly normalisht dhe një palë xhinsa për vetëm më në fund, sepse po kontrolloja xhinsa. Gjeta janë sa të bukura, do ja tregoj. Edhe kështu që më doli huqja ajo pjesa, sepse no pumpkin patch yet, sepse do vi. Humba takimin në thonjë. Në mendjen time, nuk e di pse e pash, unë kisha hemin 3. Nuk e di pse e pash orën kur erdha në shtëpi ty. Edhe thash, okay, kam kohë. Bëj një gjë në shtëpi. Me merr kushuriera. Ku je? Thash, tani po bëjmë gati. Është ora 4:50, tha morën ata ku je. Nuk pëjduroj dot më. Nëse sot është e martë, mora një takim për të mërkurën në orën 4. Do ve zilen, nuk e di, do ve në alarm, do ve ndonjë gjë. Sa gjatë Sarusa. Më zi po prisja. Realisht më zi po prisja. Kalu një muaj. Okej, edhe sikur të kalonin 10 ditë, thjesht. Në fillim më pëlqente ai 10 ditë që parë. Tani vibe nuk është më ky, nuk më pëlqen fare më. Do të thjesht të ndroj. Nice. Tani të shoh çfarë bën ai. Bash dëshpërimi total që humba takimin e thonjve. Dhe kjo dita nuk shkoi siç duhej. Domethënë nisa për pumpkin patch, si ka emrin ai diururi, për parkungujt atje. Jam zgjuar herët për atë gjë. Nuk eci. Shkuam në një qytet tjetër për shopping e gjëra
tilla, as nuk këngëm drejt, as gjë bëm shpejt, i thashë edhe kushuriave dhe kunatës shpejt, sepse kisha thonjë në orën 3 dhe prap edhe aty. Era në shtëpi, e entuziazmuar, kisha zgjedh thonjë të çdo gjë tillë dhe prap nuk eci gjë, me ndjauruar. Unë mora me çik punë në shtëpi sepse unë për të qetësu kam nevojë të merrem me punë shtëpie. Kisha asnjëra për libra, kështu që çfarë do bëj tani? Do sistemoj gjithë make-upet e mia. Kam nevojë për declutter pa parë make-upesh. Edhe këto furçat i hënë rreth parë gjitha për të la. Kam nevojë të laj gjitha urgentisht, immediatamente. Për shembull, ky sponxhi duhet hedhur. Kjo është i ri. Keni parasysh vetë decluttering. Kjo duhet la. Për të hedhje në gjitha këto vja. Kjo duhet la, se kjo më pëlqen, sa që vetëm që ka ngel me këtë formën kështu. Por po jep shpirt edhe kë. Edhe sash të bëjmë pak një update, jam që jam duke fol këtu me ju. Të flasim, si që thash në paraprakisht të kjo video, doja të flisnim pak a shumë për të hedhur. Eksperiencën time si kamariere, duke qenë se sezoni mbaroi, nuk do e bëja prap. Unë nuk do e bëja prap, nuk do e përsërisja më këtë punë. Një sezon më mjaftoi. Nuk mendoj se jam e prerë për këtë gjë. Domethënë, unë mendoj që çdo lloj pune nëse impenjohesh mjaftueshëm dhe e nis dhe ke ato objektivën për ta bërë, sido që t'jetë mirë a keq, domethënë e nis, përmirësohesh gjatë rrugës. Gjeni që e nisi para 4 muajve, se pas sa ditësh për 4 muaj këtu, nuk është njëjtë gjën si është tani, domethënë tani mund ta mbaj edhe ta pakan kështu dhe t'i çoj. Domethënë tani jam përmirësuar goxha. Edhe thjesht që nuk do e bëja më. Nuk është për mua. Nuk e di si ta them, më lodh në një mënyrë jo vetëm fizike, më lodh psikologjikisht. Më jep një ndjesi, s'di si ta shpjegoj, thjesht nuk e bëj dot, por më bëri të kuptoj që është realisht një punë paktën fizikisht, sidomos sezon e lodhshme. Më e lodhshme se që jepja për të mirë qenë unë, dhe respektim maksimal, domethënë për gjithë vajzat, djem, çdo kush që punon në shërbim, sepse oh my god. Edhe mbi gjitha kur ke të bësh ndonjëherë me ca njerëz, nuk e di. Ca njerëz janë në vërtet, ca klientë janë në vërtet, më falni për që të përdor këtë fjalë, po janë të trash. Nuk e kuptoj ndryshimin midis kamarieres dhe shërbëtores, që shërbëtore është dhe fjala e keqe për të përdorur. Po për të thënë, është me vërtet të trajtojnë sikur ja ke për detyrë. Do të thënë shpirt, unë po paguam për të shërby, jo për të pastru, jo për të duru nervin tat. Që, nuk e di, janë ca njerëz që janë realisht nuk din sillen, dhe me vërtet ai trendi që nëse do zgjedhësh partnerin e ardhshëm tëndin, shiko si sillet me kamarierët, realisht nëse jeni single, merrni parasysh. Sepse ka disa njerëz që janë në vërtet, nuk e di, nuk më pëlqen fare, dhe kjo gjë më ka bërë të reflektoj akoma më shumë. Kështu që ndërsa mua si gjem personalisht më ka rrit, më duket pak e çuditshme për të thënë, nuk di, por më ka rrit në shumë pikpamje, më ka bërë më të fortë fizikisht, sepse unë deri tani në 32 vite jetë, puna e vetmi fizike e rëndë që kam bërë, ka qenë 5 muaj, jo, më shumë, nuk e mend sa kam bërë, kam qenë në recepcionistët tropikali në Durrës, që tani më duket se ka ndryshuar emër, në Plepa. Dhe pastaj kjo që duhet rria në këmbë, por nuk ishte kaq e lodhshme, se recepcion nuk duhet vraposhta ndaj këtej. Dhe kur kam qenë 18 vjeç që duhet merrja patentën, edhe unë dhe Xhulia
zëvendësua mamin për disa muaj te një plak, që kujdes se mami si badante, sepse s'kishte kohë, po fillonte një punë tjetër dhe e zëvendësuam që të ndjeheshim më mirë që të merrnim lekë, se unë kam bërë shumë gujdo, realisht shumë gujdo. Dhe kaq, kjo realisht më ka lodhur shumë fizikisht. Kështu që përveç se të përballoj një lloj niveli pune fizike që se kisha përballu, nuk kam frikë të pranoj gjërat e mia. Më ka pjekur psikologjikisht të duroj. Unë jam një person që nuk duroj kur më ofendojnë apo kur më ngren zëri. I snap, domethënë reagoj direkt. Por kam pasur shumë raste që thjesht thoja, okay. Aha, patjetër. Mëson, domethënë si të sillesh me njerëzit, si të reagosh dhe si mos të reagosh, ka sfidu durimin tim. Mendoja se do thyja jashtëzakonisht shumë gotë, kam thyrë thjesht një tavull dhe një gotë. Mendoja se do qaj vazhdimisht, vetëm një herë jam prekur. Zhyra ime e di. Edhe nuk isha as fare të bënte më shërbimin. Kështu që më tregoi që jam më e fortë se ç'mendoja, nuk e di. Më poqi në mënyrë që nuk mendoja se isha gati të përballoja të tilla nivele, themi drejtën. Për mua ishte sfiduese. Nëse i njihni për te rrjetave, realisht do e kuptoni që ishte sfiduese për mua kjo gjë. Do e ribëja si thash jo, unë faktikisht kam filluar aplikimet për diçka në profesionin tim. Kam kryer edhe kart vizitat e mia. Mezi po pres të printoj dhe t'ju tregoj. T'ju stampoj domethënë. Kështu që nuk do e ribëja, për mua u mbyll me këtë sezon. Tani kur si dihet, mos thuj kur, nuk do t'im kaq tragjike, nuk du të në çmesën përkundrazi. Realisht përkundrazi, i vlerësoj akoma më shumë. Domethënë është më e lodhshme se puna ime, se profesioni im. Edhe unë mendoj që profesioni im mbas disa orësh duke përkthyer stilosshëm, po realisht katov respektet e mia. Kështu që asnjëherë nuk është për mua, nuk do e bëja, nuk dua ta bëj, refuzoj ta bëj, edhe kështu, nuk. Por le të themi më tregoj pak a shumë edhe fytyrën e njerëzve. Po, mund ta them këtë gjë, më tregoj si janë njerëzit, më tregoj. Po, le të themi kështu, tregoj më shumë fytyrën e njerëzve. Ishte shumë zbulues si profesion. Tregoj dhe një anë të burrit tim që nuk e dija, domethënë më i ndjeshëm, më i kuptueshëm, më i komunikueshëm. Domethënë, siç thash, zbulova shumë gjëra për shumë njerëz. Më pëlqeu, ndryshova mendime për shumë gjëra. Kështu që ishte një punë që në 4 muaj, siç thash, më rriti më shumë se ç'prisja. Ishte më përgatitëse në shumë fusha të jetës se ç'prisja. Kështu që për këtë gjë jam e lumtur, por nuk do e ribëj. Nuk do e ribëj. E di që ka goca me jashtëzakonisht shumë make-up, por për mua ky është shumë dhe i tepërt. Dhe do t'ju tregoj çfarë kam bler këtë fundit. Atëherë, çfarë kam bler? Kam bler këto 2 deodorantet kësaj brandit Away. Ky është Cape Town, ky është Melrose Place. Sepse Giulia më këshilloi, janë të mira dhe me përbërës safe. Kam bler këto 2. Kam bler këtë të Diorit, këtë contour stickun e Diorit. Shumë i mirë njerëz. Realisht më e urrejta pranoj, por realisht e vëja këtu dhe sfumohaj, si përhape, ishte i papar. Kam bler këtë, nuk e di, a është vetëm brand anglez apo number 7. Ky është brush, ky është liquid blush, gjyra është taupe, nuk e di, është kështu. Ishte ky që kisha vënë sot tër ditën. Më pëlqen. Edhe ky përhapet një mrekulli. Kam bler këtë që Maybelline Glaze Oil Balm. Kishte edhe ngjyrë më të fortë si ai Honey Clinique, por realisht unë e doja shumë të ngjashme me buzët e mia. Kam bler këtë të L'Orealit,
edhe ky konturstiku, edhe ky kam parë review të jashtëzakonshme dhe një person që e besoj shumë ma super këshilloi, kështu ja kam blerë edhe këta. Këtë, një nga këto ja kam blerë Giuliës, kur të shkoj në Itali, kur të vi momenti. Po tjetër çfarë kam blerë? Këtë, nuk e dija një Shelby-en, është super virale për make-upin në TikTok në Amerikë dhe thotë që ky është produkti drugstore që nuk do të zëvendësohet kurrë. Kështu kam marrë këtë dhe më super pëlqen. Atëherë, duket se edhe këtë ja kam tregu Fit Me. Nuk më entuziazmon. Ndoshta nuk është për lëkurën time, nuk më entuziazmon. Tani kthehemi te ky. Ky Bare Me NYX-it, un kam kohë që e kam, e kisha provuar nuk pëlqente. Thash hajt më, po shifja review të mrekullueshme prapë në TikTok, më dolën thash hajt në realitet ta provoj. Si përfundim ky nuk bën pjesën poshtë syve. Ndoshta unë nuk di t'i bëj para përgatitje, ndoshta unë nuk di ta set mirë, për pjesën poshtë syve ky gjëja nuk bën. Për make-upin këtu është shumë i mirë, është pothuajse full base, nëse di ta bësh shumë i mirë. E mora edhe këtë super viralin e The Ordinary. Kështu që të shohim si shkon këtu tjetër, çfarë kam marrë këtu. Nuk e kaq. Jep. Këto janë gjithë produktet të reja që kam marrë. Kishte bler punata këtë. Kishte nga Primarku, se e pasha ditë kur ishim bashkë, më pëlqen ngjyra, por nuk e di pse se mora dhe më kishte bler. Më pëlqen. Ka realisht një ngjyrë shumë të lezetshme dhe përhapet mirë. Good job Primer. Kështu që këto janë për të sa i përket make-upit. T'ju tregoj të gjëra që kam bler, çfarë bleva sot. Kam qenë pak e mërzitur këtë ditë për arsye personale dhe kur era shpjegelin kishte bler lule. So cute. Realisht ky TK Maxi është fantastik, kështu që t'ju tregoj pak çfarë kam bler TK Maxi. Atëherë. Kam bler këtë bluzën për Kelin. Më duket se nuk e di shtrita e duar nëse kjo bluzja për Kelin. Edhe këta e bleva nga 65 29.99. Kjo është falta ime. Ishte vëllë të brenda se u bëvap. Gjeta këtë më në fund. Unë i kam përdorur edhe në Itali këto të Marvis dhe më super pëlqejnë. Gjeta këtë shijem. Nëse kishte 7 pound. E di që s'është Valentini akoma, po më super pëlqyen. Dhe bleva të Asda. I bleva këta Beauty vet. Këtu lexon pumpkin picker. Si nuk e them dot këtë fjalën pumpkin. Edhe brava gjithashtu. Teksa. I bleva këto babit. Sepse kur të iki, si ditë kur të iki, ti pak të kemi gjëra të bleva. Është xhaket, mënore, por e trash. Shumë pëshia për kushinën prapë. Dhe jashtëzakonisht gjë që me si po prisja kam kohë që po i kërkoj një palë xhinsa të mira. Bleva këto xhinsa të Calvin Klein jeans. Okej, ishin pak gjata, s'ka gjë do i shkurtoj. Super më rrinin, nuk e di, super. Më rrinin sigur i kisha qep me dorë. Këto i mora nga 90, unë i mora 27. Mrekullueshme, më sigur që ishin të lehta, ishin më në fund gjitha palë xhinsa. Tajrit. Kështu që kjo ishte dita ime sot. Unë tani thjesht vazhdoj të laj pak furçat e make-upit. Edhe kaq. Kjo ishte dita, vlogu nuk shkoj si duhet të shkonte, si që ja thash. Supozoj të ishte një vlog me plot gjëra, por nuk shkoj. S'ka që të ndodhin gjëra tilla, çdo gjë ndodh për arsye, edhe këtu me siguri ishte që unë tulesha dhe t'i futesha make-upit dhe cluttering dhe furçave me themel, sepse duhem bërë. Edhe kjo ishte dita ime, pushim. Tani shumë ditë do kem pushim sepse si thash, tani në tetor nuk ka shumë punë, kështu që unë nuk besoj të punoj më si kameriere, thjesht kur të më thrasin që të jetë ndonjëherë super shumë edhe ka nevojë për dikë ekstra.
Kjo do thotë sa më shumë vloge për ne, sepse unë do lëviz sa më shumë, do vi sa më shumë gjëra të ndryshme dhe nuk do jem thjesht në punë, edhe nuk do jem më depresive. Okej, se fjala depresive ndoshta përdoret shumë lehtë, por nuk do jem jo në moodin tim, në humorin tim më të mirë. Okej? Shpresoj t'i pëlqej, shpresoj të rritemi sa më shumë, edhe çfarë do lloj gjëje, çdo lloj komenti, çfarë do lloj sugjerimi, thuajeni gjithmonë me mirësjellje dhe atëherë çdo gjë bëhet më e bukur. Shpërndani dashuri. Shihemi në vlogun e radhës.